Nëse duam treg pune, unë besoj, të gjithë çfarë janë drejtues, duhet të fillojnë të mendojnë programe se si punonjësit që kanë t'i zhvillojnë, se si kokën e tyre ta zhvillojnë, se si ta bëjnë shumë të qartë që janë në treg edhe për 50 vite të ardhshme. Nuk më ka ndodhur në asnjë nga programet, në asnjë nga kompanitë që unë punoj, që të ketë ikur dikush që është bërë e qartë që kjo kompani është këtu për 50 vite të ardhshme, ja ku është plani. Dhe fjalët vizioni janë të mëdha. Ore, çfarë do bëj? Po ndërtoj këtë, po ndërtoj këtë, po hapem edhe në filan vend. Këketja ti do të është vetmja garanci për të mbajtur një punonjës, sepse një punonjës unë besoj që nuk është vetmja nëse nuk suportohet, nuk motivohet edhe në mënyrë direkte. Por motivimi sot është në mënyrë direkte, dhe në mënyra direkte është përmes pagës, përmes bonuseve, benefiteve të ndryshmeve dhe nuk është vetëm trajnimet. Trajnimin haroj. Për të dhënë mundësinë të zhvillohet, por edhe të rritet profesionalisht. Ose e lëm të dyja këto, se këto janë shumë të bukura, por le të vëmë në anën praktike, ti do t'i ndihmosh ata për një bursë nëse duat vend në master ta paguash. Ti do t'i ndihmosh ata të marrin një kredi sepse ata nuk e marrin dot kredin sot. Ka raste në Shqipëri të tilla? Po. Ka raste në Shqipëri, se unë nuk besoj që mund të ketë nga ata punëdhënës që janë në gjendje të bëjnë këto lloje. Patjetër, dëgjoj, jo vetëm i bëjnë, por lavdi Zotit me ata unë kam rritur fëmijët, kështu që jam duke folur një gjë që është nga praktika.